urdhëresa për lëvizje kaq të madhe të trenave nuk mund t'jipet pa një urdhër nga lart. Edhe çdo njani t'ja bëjke, evidentejke ku banon, ku jeton, sa një për mashkuj kryesisht. Unë këto rrobat e djalit që i kom pas në tren kur kemi dalë prej shtëpisë. Kjo është një flet ngarkesë që kanë ardhur vagona të udhëtorëve nga Beogradi në Fushkosov, që rrjedhimisht janë përdorur për trena për dëbim. Këto janë trena shtesë që kanë ardhur në Beograd. Që kanë ardhur, po. Është flet ngarkesë, numri i trenit, data. Ku është data? 31/3/99, Fushkosov gjinën. Këto ka gjetën Ali Kadrolli. Urdhëresa për lëvizje kaq të madhe të trenave nuk mund t'jipet pa një urdhër nga lart. Kjo është rregull. Policia, çdo që i kishin rrethua, ishin kanë himra në çdo shtëpi. Edhe po më kërkon, dol shoqja foli, tha keni mashkuj, tha po burrin e kam, tha thirrë dola, unë tha sa mashkuj në shtëpi, thash unë jam. Tha nesër tha gjatë ditës urdhin e ki tha deri në ora 3, tha me ardhmë u paraqit në polici, ti kishin pa improvisuar te shkolla me të Bajraktarin. Tha duhet më ardhmë u lajmërua atje, edhe jam shkuat nesër, ishin kanë njerëz të prit në ranë, edhe po pres, edhe çdo njani t'ja bëjke, evidentejke ku banon, ku jeton, sa një për mashkuj kryesisht. Edhe thejke pesit i momentit, thejke në qatë vend ku jetë i banua, thejke pesit i momentit, thejke në qatë vend, thejke se herë të silmi, se herë të vim, thejke se herë të kemi nevoj, thejke duhet me ardhë me gjithë, thejke nuk guxo me dalë për dere, për ndryshe. Edhe në kërcnime në dhe ishin, edhe në i dhanë të harë kartonash, në ishin unë, në dhanë me veti, gjysën e shkytën, gjysën në dhanë si një lej vend qëndrimi, ose. Për fatë mire ku marrë me veti, ato dhe e këm ruajt, se këm humbë, nëse, po, dhe që shdoket. Ky karton shujke me përkthy vërtetim për pranimin për pranim e lajmërim të lajmërimit të banimit, lajmërimit ose të lajmërimit të vendbanimit. Djali ka qenë 2 muaj kur kemi dalë, 2 muaj e 2 ditë sa i ka bo, ka qenë shumë i vogël, qëto teshat i ka pas dveshuna. Unë këto rrobat e djalit që i kom pas në tren kur kemi dalë prej shtëpisë, këto i ka pas vesh djalit, cilat i kom rujt deri ditën e sotit shumë me dëshirë dhe nuk kanë qenë kur si kom la, veç që shto t'i kom rujt që 27 gati po bohën që janë që shto të palame të rujtuna, se kom pas qef që shto që kanë qenë mi rujt. Edhe deri në këtë moment, kur kom vendos mi pru në muze, mi rujt këto sendet kujtimet e asaj kohe. Rrëfimi për këto artefakte është shtyp nga shtypshkronja Studio Forma, në atë mënyrë që edhe kur muzeu nuk është qel, mund të shihet e të lexohet edhe nga jashtë për vizitorëve në 3 gjuhë. Ky ndriçim i jashtëzakonshëm është po ashtu investim privat i dhuruar pa kompenzim nga salloni elektrik kosovar me emrin Kujta Group. E tash ka plot njerëz e kompani tjera me të cilët jemi konsultu në këtë proces 1 vjeçar të ndërtimit të muzeut. Ata na kanë mundësu me eksperimentu, me diskutu, debatu, me i rreh idet, derisa kemi arrit te zgjidhja e duhur, edhe përderisa nuk mund t'i përfshijmë ndoshta të gjithë, duam t'i falenderojmë gjithë ata që e kanë dhënë kontributin e tyre për me ndërtu diçka kaq të vlefshme për gjenerata të ardhshme, si dhe vizitor të huaj, siç është Muzeu Eksodi 99. Po ashtu i falenderojmë dhe 48 qytetarë që e kanë ndarë rrëfimin e vet me ne, i cili sot është pjesë e muzeut dhe ju mund të vini me e pa. Muzeu Eksodi 99 është i hapur prej orës 12 deri në ora 8 te stacioni i trenave në Prishtinë, vend që përndryshe është i njoftun si te Zalli, ejani edhe na vizitoni.